Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu selam ala rasulillah. Vllai nderuar dhe timotër e nderuar në Islam. Mbajë mend këtë hadith të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, sepse ky hadith do të na shërbej gjatë gjithë jetës tonë dhe mbi gjitha ka vlera shumë të mëdha për atë i cili falet, për atë i cili bjen në ruku dhe sejdë Zotit të Madhërueshëm. Ka ardhur prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në një hadith madhështor të saktë se ka thonë i dashmi i Zotit, kur robi Allahut azza wa jall vjen para Allahut, lidhet në namaz, i vendosen mbi shpatullat e tija të gjithë gjunahet që ka bërë deri në atë namaz. Dhe thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, fa kullu ma raka au sajad, sa herë që të bjerë në reqat, apo sa herë që të bjerë në sejdë, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, saqatat anhu, bin prej ti gjunahet. Ka që vlerë ka namazi tek Allahu azza wa jall, sa që i falë edhe gjunahet, i falë edhe mëkatet. Andaj, me që jemi në prak të Ramazanit, o ti që e ndigjon këtë ligjërat, o ti që e ndigjon këto fjalë, jepi një vlerë, një dimension namazit tënd, duke i dhënë atij vlera të cilat tek Allahu shpërblehen. Zoti të nderoft, Zoti shpërbleft. Selam aleikum rahmetullahi wa barakatuh.